Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Zbulohet vitamina që ju shpëton jetën, ja ku mund ta gjeni. Vitaminat janë lëndë ushqyese të cilat kanë funksione thelbësore në trupin e njeriut, duke përfshirë këtu çlirimin e energjisë në qelisa, ashtu si edhe pjesët e tjera të vitaminave. Edhe vitamina D ka detyra specifike në trupin e njeriut, duke përfshirë rregullimin e nivelit të fosfatit dhe kalciumit në trup, dhe kështu duke kontribuar edhe në shëndetin e dhëmbëve dhe njëkohësisht të kockave. Përveç këtyre, sipas një studimi të ri nga Shkolla e Shëndetit Publik në Colorado, vitamina D luan një rol jetësor për shëndetin tonë sepse ka indikacione të forta që mund të eliminojnë diabetin e tipit 1, i cili diagnostikohet në fazat e hershme kur prodhimi i insulinës dhe aftësia e trupit nuk mund të funksionojë për të rregulluar nivelet e sheqerit në gjak. Rezultatet e këtij studimi gjithashtu sugjerojnë se nivelet e larta të vitaminës D mbrojnë sistemin tuaj imunitar, si edhe ndihmojnë në parandalimin e sulmeve të cilat i bëhen gabimisht prodhimit të insulinës, duke filluar kështu që nga qelizat dhe gjithashtu duke paksuar edhe zhvillimin e diabetit të tipit 1. Megjithëse studimet kanë treguar që është jetësore të merret një sasi e mjaftueshme e vitaminës D çdo ditë për të siguruar edhe shëndetin e dhëmbëve dhe kockave gjatë gjithë jetës sonë. Për të pasuruar vaktet me vitaminën D, duhet që të konsumojmë sa më shumë peshk të yndyrshëm, si për shembull peshku ton, salmon dhe skumbri. Ndërkohë, duhet ta gjeni atë tek mëlçia e viçit, të verdhat e vezëve, kërpudhat, si edhe tek dritrat. Sipas ekspertëve, vitamina D është shumë e rëndësishme për shëndetin e të rriturve. Ajo njëkohësisht ndihmon trupin tuaj që të përthith kalciumin dhe fosforin, duke kontribuar kështu në forcimin e kockave dhe të dhëmbëve tuaj. Gjithashtu luan një rol fantastik në funksionimin normal të muskujve, nervave dhe të sistemit tuaj imunitar. Mirë po cilat janë të mirat kryesore të vitaminës D tek të rriturit? Forcon kockat. Vitamina D ndihmon në përthithjen e kalciumit, që është thelbësor për ruajtjen e kockave të forta. Mungesa e saj mund të kontribuojë në dobësim të kockave. Mbështet muskujt. Niveli i përshtatshëm i vitaminës D është i rëndësishëm për funksionimin normal të muskujve. Mungesa mund të shoqërohet me dobësim muskulore. Ndihmon sistemin tuaj imunitar. Vitamina D merr pjesë në funksionimin normal të sistemit imunitar, megjithatë nuk duhet konsideruar si një ilaç i cili parandalon çdo infeksion. Ndihmon në ruajtjen e shëndetit të dhëmbëve. Për shkak të rolit të saj në metabolizimin e kalciumit dhe të fosforit, vitamina D kontribon në mineralizimin normal të dhëmbëve. Është veçanërisht e rëndësishme edhe në moshë të madhe. Me kalimin e moshës, ruajtja e masës kockore dhe njëkohësisht forcës muskulore bëhet më e rëndësishme. Vitamina D është një pjesë e rëndësishme e këtij procesi. Ndihmon në metabolizimin e kalciumit dhe njëkohësisht të fosforit. Këto minerale janë thelbësore për kockat dhe njëkohësisht disa funksione të tjera të organizmit. Shpesh dëgjohet që vitamina D të jep energji. Në mënyrë të drejtpërdrejtë ajo nuk është një burim energjie, si karbohidratet, yndyrat apo proteinat. Megjithatë, mungesa e vitaminës D mund të shoqërohet me dobësim muskulore dhe probleme të tjera që mund të bëjnë një person të ndihet i lodhur. Prandaj, nëse një i rritur ka lodhje të vazhdueshme, nuk duhet të supozojë automatikisht se shkaku është mungesa e vitaminës D. Sa vitamin D i duhet një të rrituri? Sipas ekspertëve, rekomandimi i përgjithshëm është për të rriturit 19 deri në 17 vjeç, 15 mikrogram në ditë, të rritur mbi
70 vjeç 20 mikrogram në ditë. Këto janë sasi të rekomanduara në përgjithësi dhe nuk do të thotë që çdo person duhet të marrë automatikisht suplement. Trupi juaj mund të prodhojë vitaminë D kur lëkura juaj ekspozohet ndaj rrezeve të diellit. Ajo mund të merret gjithashtu edhe nga disa ushqime, veçanërisht peshqit yndyror si salmoni dhe skumbria, si edhe nga disa ushqime të fortifikuara. Megjithatë, sasia që prodhon trupi nga dielli ndryshon shumë në varësi të sezonit, pigmentimit të lëkurës, moshës, veshjeve, përdorimit të kremit mbrojtës dhe faktorëve të tjerë. Çfarë ndodh kur një i rritur ka mungesë? Vitamina D mund të ndikojë veçanërisht në kocka dhe në muskuj. Në raste të rëndësishme mund të shkaktojë edhe dhimbje kockash dhe dobësi muskulore. Ndërkohë, nga ana tjetër, vitamina D mund të sjellë mjaft probleme në qoftë se ka mungesë të madhe. Vitamina D është thelbësore për thithjen e kalciumit dhe të fosforit, të cilat janë të nevojshme edhe për forcimin e kockave. Mungesa e saj mund të çojë në osteoporozë, një gjendje e cila prek të rriturit ose thëndryshe ndodh dobësimi i kockave. Vitamina D gjithashtu luan një rol të rëndësishëm në funksionimin e duhur të sistemit tuaj imunitar, duke ndihmuar trupin tuaj që të luftojë të gjitha infeksionet dhe sëmundjet. Mungesa e saj mund të rrisë rrezikun e infeksioneve dhe të sëmundjeve autoimune. Probleme me muskujt. Mungesa e vitaminës D gjithashtu mund të çojë në dhimbje muskulore, dobësi dhe ngërçe muskulore, sepse kjo vitaminë është e rëndësishme për një funksionim normal të muskujve. Rreziku i rritur për sëmundjet e zemrës. Disa studime sugjerojnë se nivelet e ulta të vitaminës D njëkohësisht mund të lidhen me një rrezik më të lartë për sëmundje kardiovaskulare. Probleme me humorin dhe depresionin. Vitamina D mund të ndikojë në shëndetin mendor dhe mungesa e saj është e lidhur edhe me rritjen e rrezikut të depresionit dhe çrregullimeve të tjera të humorit. Po ashtu, për të parandaluar këto probleme, është e rëndësishme që ju të siguroheni që të merrni mjaftueshëm vitaminë D përmes dietës, për shembull nga ushqime si peshku, vezët dhe produktet e pasuruara me vitaminën D dhe ekspozimi të moderuar në diell. Në disa raste mund të nevojiten shtesat e vitaminës D edhe pas konsultimit që ju mund të bëni me një mjek. Ndërkohë, kujdes me dozat e larta. Vitamina është e dobishme kur merret në sasinë e duhur, por doza shumë të larta mund të jenë të dëmshme. Teprica nga suplementet mund të shkaktojë një rritje të tepërt të kalciumit në gjak dhe njëkohësisht probleme shëndetësore. Prandaj, nuk është e këshillueshme që një i rritur të marrë doza të larta të vitaminës D pa arsye mjekësore ose pa këshillim profesional. Pra, tek të rriturit, përfitimet më të sigurta dhe më të dokumentuara të vitaminës D janë ruajtja e kockave të forta, ndihma në përthithjen e kalciumit dhe të fosforit, mbështetja e funksionimit normal të muskujve, mbështetja e funksionimit të sistemit imunitar, kontributi në shëndetin e dhëmbëve dhe rëndësia e veçantë për ruajtjen e shëndetit të kockave me kalimin e moshës. Mirëpo duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e patë videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.